Pas një greve nënditore, nga sot trafiku urban dhe operatorët privat të transportit publik në Prishtinë i rikthehen punës duke normalizuar qarkullimin për mijëra qytetarë që gjatë ditëve të fundit janë përballur me mungesë të linjave. Trafiku urban në njoftimin për mediat thekson se ndërprerja e shërbimit ka qenë e pashmangshme për shkak të gjendjes së rënduar financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të komunës ndaj ndërmarrjes. Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të komunës ndaj ndërmarrjes. Shprehim kënaqësi të sinqertë për vështirësitë që qytetarët janë detyruar të përballen gjatë këtyre ditëve pas shërbimin e transportit publik dhe ju falenderojmë për mirëkuptimin e treguar, thuhet në njoftim. Me rifillimin e punës nga sot, pritet që të gjitha linjat e rregullta urbane dhe ato të operatorëve privat të funksionojnë sipas orarit të zakonshëm. Ministri i Detyrave e Financave, Hekuran Murati, njoftoi dje se janë alokuar një pjesë e mjeteve të kryeqytetit, ndërsa kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se Drejtoria e Financave do të punojë jashtë orarit të rregullt për të kryer detyrimet dhe financimet.